Silvinho mori drejtimin e kombëtares shqiptare 3 vite më parë dhe në këto 3 vite ka arritur të shkruajë historinë duke qenë një nga trajnerët më të suksesshëm që ka drejtuar Shqipërinë. Që në vitin e tij të parë Silvinho na kualifikoi për në Europian dhe ishte pikërisht janari vitit 2023 kur Silvinho u emërua si trajner i Shqipërisë. Në mars nisën kualifikueset dhe pavarësisht se humbëm kundër Polonisë, paraqitja e kuqezinëve ishte shumë shpresdhënëse dhe u krijua besim i madh se mund të arrijë diçka. E në fakt ndodhi ashtu pasi Shqipëria u kualifikua për në Europian për herë të dytë në histori, ndërkohë që edhe kualifikimi në play-offin e botrorit është një tjetër arritje historike për kuqezinët. Në këto 3 vite Silvinho ka pasur lojtarë të shumt në kontingjent, por nëse shohim debutimet me trajnerin brazilian, nuk mund të thuhet e njëjta gjë. Në 3 vite si trajner, Silvinho ka marrë në kombëtare 16 lojtarë të rinj, ose më saktë kanë debutuar 16 lojtarë, duke qenë se pjesa tjetër kanë qenë me kuqezinët edhe para se ai të vinte si trajner i Shqipërisë. Me fanellën e Shqipërisë kanë luajtur për herë të parë 16 lojtarë në drejtimin e Silvinhos dhe duke nisur që nga porta e deri në sulm alternativat kanë qenë të shumta. Kështu në port ka qenë Simon Simoni, gardiani që ka debutuar me fanellën e Shqipërisë në drejtimin e Silvinhos, ndërkohë që në mbrojtje ka pasur vetëm 2 debutime. Klis Mancake ishte lojtari që luajti në miqësore ndaj Jordanisë në muajin tetor, ndërkohë që ka debutuar në miqësore me Gibraltarin, edhe mbrojtësi Maltini Kacurri që aktivizohej me të rinjtë të Arsenalit. Në mesfush lojtarët që kanë debutuar për Shqipërinë janë të shumtë dhe mesfusha ka qenë reparti me më shumë prurje në drejtimin e trajnerit Silvinho. Kështu Julian Shehu, Adrion Pajaziti, Nazmi Kripshi, Medon Berisha, Sebastian Spahiu dhe Anis Mehmeti janë futbollistët që debutuan për skuadrën tonë, ndërsa në repartin e sulmit ka pasur të tjerë emra të rëndësishëm që kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm. Kristian Shpendi, Arber Hoxha, Indrit Tuci, Asir Asani, Arpënor Muja, Mirlin Daku, Marvin Çuni janë sulmuesit që kanë debutuar me fanellën e Shqipërisë gjatë kohës që Silvinho ka drejtuar kuqezinët. Më të përdorurit. Nëse shohim futbollistët të cilët Silvinho ka përdorur më shumë nga debutuesit, ka fakte interesante, duke qenë se protagonist absolut mbetet Yasir Asani. Sulmuesi i Esteglalit ishte një nga heronjtë e kualifikimit për në Europian, ku me golat e tij dha Shqipërisë shumë pikë, duke kontribuar jo pak me fanellën e kombëtares. Sulmuesi ka shënuar 6 gola me kuqezinët dhe është aktivizuar në 25 ndeshje. Askush nga debutuesit nuk ka shënuar më shumë se Asani dhe njëkohësisht askush nuk ka luajtur më shumë, megjithse sulmuesi nuk është preferuar në kualifikueset e botrorit. Pavarësisht se Asani është grumbulluar në të gjitha ndeshjet, ai luajti vetëm në sfidën e parë ndaj Anglisë dhe më pas u la në stol nga Silvinho duke mos marrë më minuta në ndeshje zyrtare. Pas Asanit në renditje ka vend edhe për Arber Hoxhën, i cili lua në të majtë të sulmit. Sulmuesi Dinamos së Zagrebit ka luajtur 21 ndeshje me kuqezinët, por ka shënuar vetëm 1 gol në ndeshje ndaj Jordanisë. Në kuotën e 15 ndeshjeve është Mirlin Daku që me Shqipërinë ka shënuar 1 gol dhe këtë e ka bërë pikërisht kundër Polonisë, ndërkohë që Shehu me 7 ndeshje dhe Tuci me Pajazitin me nga 5 ndeshje mbyllin 5 e lojtarëve më të aktivizuar që nga debutimi i Silvinhos. Silvinho nuk është nga ata trajner që ka dëshirë të madhe që të aktivizojë të rinjt dhe këtë e ka thënë dhe nëpër konferenca. I pyetur shpesh për isi në listë, Silvinho i ka qëndruar faktit se nuk është kohë eksperimentesh, por duhet eksperiencë të lojtarë që kanë kontribuar. Kështu nëse shohim lojtarin më të ri në moshë që ka debutuar për Shqipërinë në drejtimin e Silvinhos, është mbrojtësi Maltini Kacurri në miqësore, që ndërmbrojtësi ka debutuar me Shqipërinë pak muaj më parë dhe ishte 19 vjeç e 11 muaj në ditën që ka luajtur me fanellën kuqezi. Pas tij renditet me Don Berisha, mesfushori i Lecces ka debutuar me Shqipërinë kur ishte 20 vjeç, 7 muaj e 13 ditë, ndërkohë që në vendin e tretë renditet portieri Simon Simoni, që ka debutuar 21 vjeç, 1 muaj dhe 21 ditë. Në muajin tetor për të parë luajti me Shqipërinë Nazmi Kripshi, mesfushori i Astanës u grumbullua nga Silvinho për ndeshjen me Serbinë dhe miqësoren me Jordaninë. Pikërisht në këtë miqësore mori minutat e para me kuqezinët. Mesfushori ishte 28 vjeç, 3 muaj e 9 ditë, duke qenë kështu lojtari me moshën më të madhe që ka debutuar në kohën e trajnerit brazilian. Yasir Asani renditet në vendin e dytë dhe çuditërisht edhe pse ka bërë paraqitje dinjitoze me klubet edhe në të shkuarën,
Hasani u ftua për herë të parë nga Silvinjo dhe debutoi vetëm kur ishte 27 vjeç, 10 muaj e 8 ditë. Në vendin e tretë renditet Julian Shehu që u grumbullua për herë të parë në mars të këtij viti, që po lëm pas dhe ishte 26 vjeç, 6 muaj e 18 ditë në ditën kur debutoi me Shqipërinë.